Tashmë kemi këtu edhe trajnerin e skuadrës së Golden Eagle Yllit, trajner një ndeshje ku e filluat mirë, po atë tepërsim prej 14 pikëve, megjithatë në çerekun e dytë Prishtina mund të them gjeti atë formulën për t'ju sulmuar e për të realizuar, sidomos me Elijah Clarence, por edhe pse çereku i tretë ishte i niveluar në 10 minutën e fundit e menaxhuat mjaft mirë ndeshjen për të arritur fitoren. Çka shkoi mirë sipas jush sonte, edhe ku mund të themi që keni çaluar ndoshta? Po, mendoj që lojën e kemi pas kontroll për gjatë 30 minuta, përveç çereku dytë që prapë edhe një çerek i dop me krahasu. Domethënë, një si ndeshjen e kaluar me Radovecin. Kemi thonë edhe na vjen pak pjekuri si ekip, na vjen që me ditë kur me na lojën, kur me përdor faullat e vegjël pak më mëshëm edhe me pas pak më momente caktuar pak më i natë, me thonë që mos me leju kundërshtari me u kthy. Se po ndodh për herë dytë. Po për ndryshe gjithë kanë dhënë kontribut, nuk ka diçka që një individ ka bo dallimin, besoj që pas që edhe Lisi edhe Banforti kanë dhënë 20 pikë, mirë po ka qenë gjithë ekipi i angazhuar në mbrojtje, sidomos edhe në sulm kanë xhalleri sepse kemi kualitet edhe din me u gjin vetë. Trajner, nuk ju ndali më tepër, gjërat po shkojnë mirë, keni arritur të merrni fitore të rëndësishme, po besoj që jeni të kënaqur. Po, shumë i kënaqur, 3 fitore, këtë në fund harrojnë, në fund këqyret rezultati. Faleminderit shumë, ju urojmë shumë suksese vazhdim. Shumë. Ishim me trajnerin Endret Elçuani, ndërsa për pak çaste presim ta kemi edhe trajnerin e Sikal Prishtinës, Kakjuzës.